Në 23 vitet e fundit forumet rinore kanë pasur një peshë të rëndësishme në përpjekjet e partive për të ardhur në pushtet. Edhe kryetarët e partive në pjesën më të madhe të fjalimeve ju drejtohen pikërisht të rinjve si target grupi i rëndësishëm votuesish. Të rinj demokrat, të cilët janë përfaqësuar dhe në listat e kandidatëve për deputet, besojnë se do të jenë përcaktues për fitoren e Partisë Demokratike në 23 qershor. Ne kemi punuar me strukturat e forumit rinor të Partisë Demokratike në të gjitha rrethet, pra në shkallë republike. Strukturat funksionojnë në mënyrë të përsosur në të gjithë Shqipërinë. Ne kemi pasur në vazhdimsi një fushat të gjëra anëtarësimesh të reja, ku unë mund të them qindra dhe mijëra të rinj janë bërë pjesë e kësaj familje të madhe, ashtu siç unë e quaj. Forumi rinor i Partisë Demokratike është një vëmendje shumë e madhe i pjesës drejtuese të kësaj partie dhe veçanërisht e kryeministit Berisha, dhe sigurisht kur ndjen një vëmendje dhe një vlerësim e gjithë puna që ne bëjmë vlerësohet. Drejtues të fresh si një prej organizatave prej së cilës kanë dalë dhe kryeministra socialist, deklarojnë se puna e strukturave me të rinjt mbetet një pjesë e rëndësishme e fushatës. Sigurisht, menjëherë pas fushatës zgjedhore, e cila nxori dhe në strukturën e re drejtuese të forumit, u dha një shpresë e re për të rinjt, e cila pa, si thua, një shembull shumë pozitiv se si ata mund të angazhoheshin për një forum i cili është gjithëpërfshirës, ofron një model të ri se si ata mund të përzgjidhen dhe për të ofruar kontributin e tyre. Jo vetëm tani që jemi në prag fushate, por edhe ne menjëherë pasi mbyllën garën zgjedhore, filluam fushatën, sepse duke qenë në opozit, na duhet që të energjizojmë për të maksimalizuar të gjitha energjitë rinore, për të dhënë atë kontributin ton, pjesën ton kontributit pranë Partisë Socialiste. Lëvizja rinore për integrim dukshëm ka pasur një mbështetje të madhe nga kryetari Ilir Meta. Të rinj tashmë janë pjesë e listave, e forumeve drejtuese dhe për më tepër ka një program specifik për arsimin dhe punësimin e të rinjve. Sot në 30% të strukturave drejtuese të lëvizjes së listave për integrim ne kemi të rinj që përfaqësohen. Mos harrojmë në kryesinë e lëvizjes së listave për integrim, që është niveli më i lartë vendimarrës, ne kemi 6 të rinj që përfaqësohen në kryesi, ku 3 prej tyre janë studentë, të cilët akoma s'kan përfunduar studimet e larta. Dhe në komitetin drejtues kombëtar të lëvizjes së listave për integrim, po ashtu ne kemi shumë të rinj të cilët përfaqësohen, duke zbritur poshtë deri në bazë. Pra përfaqësimi politik i të rinjve i jep një mundësi më shumë që ato të ngrenë zërin e tyre për problemet që ato kanë. Ndryshe nga kryetarët e partive të cilëve ju përkasin, forumet rinore për te rivalitetit ka një prioritet të përbashkët, rritjen e përfaqësimit të rinjve në politik. Unë nuk e gjykoj fare si pjesë xhelozie. Çdo forum ka programet e veta. Ne kemi pasur, pra forumi rinor nuk ka hecur thjesht me pjesën e anëtarësimeve dhe dinamikën politike, le të themi, po që një forum që ka ecur dhe me pjesën e jetës sociale. Kështu që unë nuk e shoh absolutisht si konkurrencë, unë mendoj se ne hecim përpara dhe kemi sjell një ndryshim vërtet rrënjësor, duke ju gjendur afër të rinjve, duke i mbështetur në çdo lloj problematike që ata kanë. Kurse si nuk do t'i quaja kundërshtar, po do t'i quaja rival në thonjza, sepse në thelb problematikat tona janë të përbashkëta. Problemi i arsimit, problemi i punësimit, cilësia e arsimit na shqetëson të gjithë, papunësia e arsimit si të Partisë Socialiste, si të Partisë Demokratike, si të forumit rinor të lëvizjes socialiste për integrim, janë të përbashkëta. Pra, ato që ne na bashkojnë janë shumë se sa ato që ne na ndajnë. Mes ato i shërben rinis, ne jemi pro tyre, jemi pro bashkëpunimet to dhe i gjykojmë që janë të mira në shërbim vendit. Por nuk mendoj me bindje plot që në këtë moment që ne po flasim, lëvizja rinore për integrim nuk ka konkurrent tjetër, qoftë në anën organizative të saj, por dhe në ide që hedh apo dhe në shërbimin ndaj rinisë.